Rrëthimi i jashtëm tani po i vjen duke u mbyll. Miqt po i hikin, ai oqeani i bukur po i vjen po ngushtohet, ka ardhur deri në atë se kanalin e Otran, ka ardhur në Otranto këtu, i ka ardhur deri tek ajo Gadishulli Karaburunit, pra unë këtë shoh problem për Ramën. Do të flasim pastaj veç mazgjërsisht për të pjesë se kishte sot një artikull të Washington Examiner, por kishte një shprehje që më bëri përshtypje të autorit. Ne thoshte, na është thënë nga shërbimet sekrete tonat që lidhjet e kartelit të drogës në Shqipëri shkojnë dhe përfituesi direkt i tyre është Edi Rama. O, që mirë. Ishte shprehje. Unë ta kam treguar me fakte që e kam çuar në Netflix këtë gjë. Jo sot. Kam vite që e kam bërë këtë gjë. Për të treguar që këtu lidhjet dhe ky është problem për Ramën. Dhe ky është problem se këtu vetëm këtu nuk të falin ndërkombëtarët. Në qoftë se ti kur kanë patur mediat e huaja kaq intensitet për të treguar lidhjet e narkotrafikut dhe të botës krimit me pushtetin në Shqipëri, më përpara rrallë mundoheshim ne të gjenim në një të qarë. Pse? Sepse sa hynin këtu, ti kapnin grupet e xhirimit të ta dhe ta kthehen në histori pozitive. Kurse në rastin konkret, kjo është bërë kaq e dukshme, kaq masive, se tani është e vështirë që ti të përballesh, nuk është më thjesht shkove ti te raji 3 dhe e mbyllë. Se janë kthyer mediat mëdha gjermane, mediat britanike, mediat franceze, mediat amerikane, ti s'ke nga shko në Australi ke vaj deri në